Çfarë mund të themi për Lezhën? Ka ndonjë dyndje në këto minutat e fundit apo situata është e njëjtë? Bëjmë edhe një krahasim për sa i përket pjesëmarrjes me 2021. Ju përshëndes nga Lezhë Arbër. Në fakt, aktualisht që ne flasim, ndodhem pranë një qendre votimi e cila ndodhet në Pallatin e Kulturës det Ndualazi. Nuk është se ka ndonjë dyndje qytetarësh në këtë qendër votimi, teksa na ndajnë me pak se 20 minuta nga mbyllja e këtij procesi, ndërkohë që edhe në qendra të tjera tashmë janë tek tuk qytetarë të cilët kanë zgjedhur që në këtë orë pra para mbylljes së procesit të votimeve t'ju drejtohen qendrave për të shprehur vullnetin e tyre me votë. Duke i referuar të dhënave në tërësi, të cilat tashmë janë zhurnuar edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në orën 18, pjesëmarrja ka shkuar deri në 40%, ku Mirdita ka numrin më të lartë të votuesve me 41.08%, ndjekur nga Lezhë me 39.62% dhe Kurbini me 38.68%, paktën nga ajo çfarë raporton edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pavarësisht se nuk janë zhurnuar të gjithë të dhënat për shumë qendra votimi. Duhet thënë se dita sotme ka qenë e qetë në territorin e qarkut të Lezhës, ka patur disa incidente apo problematika të vogla, siç ishte rasti në Fushmilot, ku në një shkollë pranë një qendre votimi u konfliktuan 2 persona, ka patur një konflikt verbal, u raportua edhe për thefthëna me armë zjarri, por nga verifikimet e policisë nuk është gjetur asnjë gëzhoj, paktën nga ajo çfarë ka thënë edhe policia në njoftimin e saj zyrtar. Qendrat e votimit do të jenë të hapura deri në orën 19, janë kryesisht profesorës të opozitës, të cilët ju kanë bërë apel qytetarëve që të shfrytëzojnë këto minuta të ngelura për të votuar dhe shprehur vullnetin e tyre me votë. Duhet thënë se qarku i Lezhës prodhon 7 mandate deputetësh. Në vitin 2021 pjesëmarrja në votime ka kaluar 40% dhe në këtë qark Partia Demokratike ka qenë dominuese duke marrë 4 mandate deputetësh, ndërsa socialistët kanë arritur të marrin 3 të tillë.